Mjeku që di të botën, djathi e sëll shëron këto tre sëmundje, ja kush duhet ta konsumoj me njerë. Djathi është një nga produktet e qumshtit më të konsumuara, aq më tepër në rastin e festave. Një studim i kryer nga kërkuesit nga Kina dhe Olanda tregojnë që përmes efekteve të përditshme tashmë ka edhe efekte afatgjata. Kërkuesit observuan për 10 vite 200.000 persona, kështu që përcaktuan se ata që konsumonin porcione të vogla të djathit çdo ditë kishin më pak risk për t'u prekur nga sëmundjet kronike dhe infarktet se ata që nuk e konsumonin ose që nuk e kishin provuar kurrë. Cilësitë e djathit lidhen me nivelin e lartë të proteinës. Janë në proteina të plota sepse i kanë të gjitha aminoacidet e nevojshme. Përmban nivele të larta yndyrore që lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit, arteriosklerozës dhe simptoma të tjera të lidhura me cilësitë negative të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Megjithatë, djathi ka edhe benefitet potenciale të lidhura me kalciumin, falë prezencës së CLA-s, e cila ka mundur të parandalojë edhe një sër komplikacionesh. Studimet tregojnë se personat që konsumojnë në sasi të madhe djathi kishin 14% më pak risk për të patur infarkt, ndërsa ata që nuk e konsumonin kishin 10%. Lidhja kryesore mes djathit dhe zemrës si detyrohet acidit lineolik të lidhur që njihet ndryshe si CLA, që përveç se parandalon infarktin është i mjaft i mirë edhe për problemet e zorrës. Djathi është një avantazh edhe për ata persona që janë intolerant ndaj laktozës dhe nuk mund të konsumojnë qumësht, por mund të hanë disa lloje të djathrave. Benefiti më i madh i djathit është acidi yndyror i monosaturuar dhe ky duhet të jetë prezent gjithmonë në përbërësit ushqimor, por sigurisht duhet të respektohet sasia. Njerëzit duhet të konsumojnë djathra të fortë sepse ato kanë më shumë proteinë dhe janë gjithashtu në përmbajtje të mirë të elementeve ushqyes të rëndësishëm. Djathi është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin, përsa konsumohet në mënyrë të rregullt dhe brenda sasive të rekomanduara, përfitimet shëndetësore të tij do të jenë vërtet të mëdha. Ekspertët e Healthline këshillojnë djathin e bardhë nga 30 deri në 60 gram çdo ditë, të ndarë në baza të ndryshme ditore. Përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të larmishme. Në këtë video, sipas Bright Side, do ju tregojmë disa informacione që nevojiten rreth përfitimeve dhe rreziqeve në shëndet të konsumit të djathit. Ka shumë mundësi që zgjidhjen kur të bëni djathin të bëni atë sa më natyral dhe vlerat që do të merrni prej tij do të jenë vërtet të rëndësishme. Djathi i përfshirë në dietën tuaj brenda sasive të rekomanduara ditore mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë dhe e rëndësishme në dobi të organizmit. Djathi është një burim shumë i mirë i lëndëve ushqyese. Ai është një burim i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave. Gjithashtu përmban sasi të lartë të vitaminës A dhe B12 së bashku me zinkun, fosforin dhe riboflavin. Mund të mbrojë dhëmbët nga kavitetet. Sipas studimeve mbështet, djathi është një nga produktet e qumshtit më të mira në përgjithësi që mund të mbrojë dhëmbët nga dëmtimi. Është një burim i acidit lineolik të konjuguar. Djathi me yndyrë të lartë përmban sasi të lartë të acidit lineolik të konjuguar, një yndyrë e shëndetshme që mund të ndihmojë në parandalimin e obezitetit, sëmundjeve të zemrës dhe zvogëlimin e inflamacioneve. Djathi është i mirë edhe për shëndetin e zemrës. Sipas ulëntimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin kardiovaskular. Ato sigurojnë lëndë ushqyese që kanë veti të mira antiinflamatore. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara nëse është i kontaminuar ose nëse keni probleme të caktuara shëndetësore. Djathi ndonjëherë mund të kontaminohet me listerin, prandaj është veçanërisht e rëndësishme që të konsumohet djathi sa më natyral dhe pa përmbajtje të lartë të kriprave shtesë në të. Djathi është i pasur me yndyrna dhe kjo mund ta bëjë atë të duket një ushqim i pashëndetshëm. Ka shumë variacione të djathit, të cilët për shumë kohë tashmë janë cilësuar jo shumë të dobishëm për trupin. Megjithatë, si në çdo rast, edhe në produktet e qumshtit, siç është djathi, janë të shkëlqyera dhe të pasur edhe me shumë minerale. Studimet tregojnë se djathi i konsumuar brenda normës së lejuar mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese. Ekspertët rekomandojnë mesatarisht rreth 40 gram djathë çdo ditë,
por tregoni gjithmonë të kujdesshëm me konsumin e tyre që të jetë gjithmonë i freskët dhe brenda sasive të rekomanduara ditore. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë i menjëhershëm, i larmishëm dhe gjithashtu nuk do të shkaktojë komplikacione. Ekspertët tregojnë se përfshirja e djathit në dietën tuaj brenda normës së lejuar mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin. Djathi i dhis është gjithashtu një nga djathrat më të shëndetshëm që shijohet në të gjithë botën dhe mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për strukturat tuaja të rëndësishme shëndetësore. Djathi ka një strukturë kremoze, shije të butë dhe përmban shumë minerale ushqyese. Ato ofrojnë yndyrna të shëndetshme, proteina të cilësisë së lartë është i ulët në kalori, sesa llojet e tjera të djathrave. Por çfarë është djathi i dhis? Djathi i dhis, i njohur gjithashtu si çevre, bëhet nga qumshti i dhis. Ai vjen në një larmi të aromave dhe djathi i freskët i butë është mjaft i përhapur dhe gjithashtu shumë i rëndësishëm për dietën tuaj. Të gjitha llojet e djathit të dhis janë të ngarkuara me lëndë ushqyese thelbësore, siç janë yndyrnat e shëndetshme, proteinat, vitaminat, minerale, vitamina A, vitamina B2, kalciumi, magnezi, fosfori, kaliumi, bakri, zinku dhe seleni. Djathi i dhis konsiderohet si një nga alternativat më të mira të djathit të lopës, i cili bëhet gjithashtu nga qumshti i lopës, sepse përmban proteina me cilësi të lartë dhe tretet lehtë dhe gjithashtu ka më pak laktozë dhe nuk shkakton alergji të ndryshme. Djathi i dhis ofron gjithashtu një sër përfitimesh normale shëndetësore, por le të hedhim një sy përfitimeve që ai ofron sipas health site. Ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Djathi i dhis është i pasur me acide yndyrore të pangopura që përmirëson shëndetin kardiovaskular dhe inflamator. Një studim i vitit 2020 i botuar në revistën Nutrients zbuloi se njerëzit mbi peshë me një risk të sëmundjeve kardiovaskulare që konsumonin çdo ditë 60 gram djathë dhije për 12 javë rrisnin në mënyrë të konsiderueshme kolesterolin e mirë HDL. Ndihmon në humbjen e kilogramëve të tepërt. Ndërsa djathi i dhis është i bërë nga qumshti i dhis, konsumi i tij mund të ndihmojë në humbjen e peshës sepse është i pasur me acide yndyrore dhe acide kaprike që treten shumë shpejt dhe sigurojnë burime të menjëhershme të energjisë. Një studim i vitit 2017 raportoi se njerëzit që konsumojnë një sasi të bazuar në qumësht dhe dhije që përmbante elementë të tyre ulin ndjershëm dëshirën për të ngrënë. Kjo rezultoi në uljen e urisë krahasuar me një mëngjes të bazuar me qumshtin e lopës. Një studim tjetër tregoi se djathi i dhis ishte efektiv në zvogëlimin e peshës trupore BMI dhe perimetrit të belit të njerëzit mbi peshë. Mbështet shëndetin e kockave. Djathi i dhis është një burim i mirë i mineraleve thelbësore si kalciumi, fosfori dhe bakri, të cilët kërkohen nga trupi për të ndërtuar kocka të forta dhe të shëndetshme. Kalciumi është një mineral i rëndësishëm që ndihmon në ndërtimin e kockave të shëndetshme dhe ul riskun e osteoporozës. Fosfori është një tjetër mineral i rëndësishëm që punon me kalciumin në trupin tuaj për të mbajtur kockat të shëndetshme dhe të forta. Bakri është një mineral gjurmë thelbësor që është zbuluar se luan një rol të madh në shëndetin dhe mbarvajtjen e kockave. Djathi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në zvogëlimin e problemit të akneve. Djathi i dhis përmban acidin kaprik që është treguar se posedon gjithashtu veti mjaft të mira anti-inflamatore dhe antibakteriale. Studimet mbi kafshët dhe studime të ndryshme kanë rezultuar se përfshirja e djathit në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e niveleve të shëndetit në organizëm. Përsa djathi konsumohet i freskët, natyral dhe nuk përmban kripra të tepërta ose yndyrna të shtuara, ai mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të organizmit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët këshillojnë konsumin e djathit në mënyrë natyrale në dietat tuaja të përgjithshme. Kështu ndikimi i tij do të jetë më i plotë, më i rëndësishëm dhe nuk do të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të organizmit. Siguroni të konsumoni djath natyral dhe pa përmbajtje të shtesave të ndryshme dhe të aditivëve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.